Shpejtësia e lartë dhe drejtimi i automjetit në gjendje të dehur i morën jetën një 18 vjeçareje në një aksident të rënd automobilistik, i cili ndodhi gjatë natës së kaluar në zonën e urës së Dajlanit në qytetin e Durrësit. Një automjet tip BMW X5 që lëvizte në aksin Tiranë-Durrës doli nga rruga, u përplas dhe ra nga mbikalimi, duke përfunduar poshtë pranë stacionit të autobusit urban. Si pasojë e aksidentit humbi jetën 18 vjeçaria Vikena Greku, e cila ndodhi në automjet në cilësinë e pasagjeres. Drejtuesi i mjetit, Arbër Xhaxha, 26 vjeç, banues në Fier, mbeti i plagosur dhe po merr ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Durrësit. Dy këmbësorë që ndodheshin në zonë në momentin e aksidentit u lënduan lehtë dhe pasi morën ndihmën e parë u larguan drejt banesave të tyre. Në vendngjarje ndryrën më njëherë shërbimet e policisë rrugore dhe forcat zjarrfikse, të cilën ndihmuan në nxjerrjen e personave nga automjeti i shkatruar. Grupi hetimor ka nisur punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Nga hetimi paraprak rezulton se drejtuesi i mjetit ka qenë në gjendje të dehur dhe po lëvizte me një shpejtësi shumë të lartë që dyshohet se arrinte deri në 200 km/h, çka ka sjell humbjen e kontrollit mbi automjetin. Hetimet për ngjarjen vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.